Po shikojmë shenjën e ujorit, çfarë ndikon te ujori, çfarë rezonon tek ujori. Tek ujori. Tek ujori shikoj që keni pasi stuhi dashurie, keni të paqarta mendimet dhe fjalët. Në këtë kohë do qartësoni mendimet dhe do keni një pajtim shpirtëror, po është pak pajtim i egur midis jush, gjithsesi e shikoj që do jetë domethënë pajtim i paqshëm. Gjithmonë e mendoni vetveten të mbrojtur, meditoni në shumë pjesë kohe, bëni qëllimet tuaja, keni qëllime të forta, jeni futur një rreth, glob, pjesë e universit dhe po mendoni çfarë të bëj, çfarë qëllimi kam, dhe po meditoni për këtë pjesë qëllimi. Unë shikoj që keni afërmimi tek ju zotrohet shumë shpejt dhe qëllimi juaj vendoset. Keni shumë forcë e vendimet, jeni mes një vendimi të fortë dhe mes një sfide. Në këtë kohë po qëndroni e fortë dhe po ndani sfidën dhe forcën tuaj. Keni një flak brenda vetes, jeni me mendime të paqarta, keni një ecori mbas kësaj vendimi, ju keni një ecori në madhështinë tuaj dhe mund të afirmoni diçka që ju rezeton çdo gjë dhe çdo pjesë tek pjesa e përparësisë tuaj. Gjithmonë keni egon tuaj në vendin e parë, e shikoni qartësinë, keni shumë mendime dhe keni dhe një shpresë. Shpresa tek ju e çon në imagjinata shumë të forta, sa ju krijoni pentakullën e fatit. Dashurinë e keni gjithmonë mbas vetes, jeni një femër shumë e fortë dhe e shikoj që jeni plotësuar si në punë. Në këtë kohë ju merr një miratim, keni një telefonat nga largësia, telefonata ju mbush me qëllime dhe ju mbush me shpresë. Mbas telefonatës ju vendosni një vendim të fortë tek vetvetja dhe te marrëdhënia juaj. E shikoj tek ju që ndikon arti është si stimulim tek ju. Egon tuaj gjithmonë e mbani në përparësi, po ndryshoni stil tek veshja, tek mendimet dhe shikoj që tek ju do jetë një shikueshmëri e papar në shumë pjesë. Mund të merrni pjesë në një finalizim, mund të merrni pjesë te një prezencë mode ose mund të merrni pjesë ke një lloj konkursi dhe ju jeni domethënë gjithmonë fitimtare ke kjo. Pjesa juaj keni qenë mbështjellë në shumë situata, po tash vendosni 3 qëllime kryesore tek jeta juaj. Vendosni 3 përparësi dhe keni 3 vendime pune. Vendimet janë në pjesën e ditëve në vërtimsi dhe shikoj që ju firmosni një lloj kontrate. Kontrata është e rrjedhshme tek ju, sa përket një dokumenti, dokumentat janë përparësi dhe keni domethënë këtë dokument ka qenë i mbartur paraprakisht një kohë e kaluar dhe keni pritur vendimin me kohë dhe vendimi vjen në këtë ditë. Shikoj që keni një harmoni, një balancim harmonik mes vetes tuaj, mes shoqërisë tuaj dhe mes familjeve. Shikoj te shoqëria juaj, keni një festë në këtë kohë, mund keni afërmime të ndryshme, sa po i përket familjes, jeni plotësuar në familje dhe keni një ndryshim të ri, mund keni një banesë të re ose një ndërtesë të re ose më tepër finalizoni një biznes të ri. Universi është njësh me ju qartëson gjërat, ju qartëson mendimet dhe ju jep një forcë për të ecur përpara. E shikoj që ekonomia juaj është e ngritur në këtë kohë. Çfarë vendime do keni në këtë pjesë kohe? Si do jetë ardhmja në dashuri dhe në lidhjet. Përparësia juaj është në vazhdimsi. Ju jeni duke udhëtuar dhe udhëtoni, udhëtimi është i qartë dhe është fitim provës tek ju.
po krijoni botën tuaj dhe pothuajse keni krijuar dhe keni shumë lehtësime në këtë pjesë kohe, i keni gjithë rrugëtimet i keni të hapura pa pengesë dhe keni një siguri në vetvete dhe keni një mbrojtje. Tek dashuria e vrapon. Dashuria të ju është në vendin e parë, keni qartësi në dashuri, keni një lajm të bukur ose një telefonat e fuqishme që ju vraponi mbas telefonatës dhe keni siguri në vetvete. Takimi do jetë madhështor midis jush, midis partneres ose partnerit dhe do vendosin një lidhje shumë të fortë ose një rifillim i jetë të re. Dashuria të kjo është përkryer, lind diçka re mes jush, sado që ju keni veten të mërzitur dhe e mendoni vetëm me 2 pjesë egosh, keni përqartësi në vetvete, po jeni kthyer si femra e fortë e përbindshme, sepse mendoni që dashuria tek ju nuk ka ndikuar për mirë, po ju arrini që merrni dashurinë tuaj të fortë, vendosni diçka të mirë dhe keni një zgjidhje në jetën tuaj.